Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga Sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat më të thjeshta në përgatitje, të shëndetshme dhe do ju marr shumë pak kohë për ta përgatitur. Mund ta gatuani edhe në ato raste kur nuk keni në shtëpi as bukë dhe as gjell, pasi është vërtet shumë e shijshme dhe e përshtatshme për çdo vakt. Në tigan do shtojmë 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 karotë prer holl, 1 filxhan me bizele, 1 filxhan misër. Këto perime kam zgjedhur unë, i skuqim bashk. Sigurisht që mund të përdorni edhe perime të tjera, të cilat mund të jenë të preferuara tuaja. Do shtojmë 1 gotë ujë, të cilën e lajm para, unë gjithmonë e laj orizin kur e gatuaj, nuk e di a e lani dhe ju apo jo. Vazhdojmë skuqjen derisa orizi të marr pak ngjyrë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e siles. 1 lugë çaji krip, pak rigon dhe curry ose turmerik që jep, përveç se japin shije, janë erëza që e bëjnë akoma dhe më të shëndetshme. 2 gota ujë dhe e vendosim të ziej. Për pak minuta është gati. Kjo është një recetë që ju shpëton gjithmonë kur ju nuk keni kohë të gatuani, por mbi të gjitha është e shëndetshme. Si ju duket si recetë, pres për shtypjen tuaj.